Ora shënon 9:01, por ende zoti Berisha nuk është paraqitur pranë prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si një kërkesë e kësaj të fundit për t'i marrë një deklarim zotit Berisha për ngjarjet e 20 janarit 2011, pasi në atë kohë ai mbante detyrën e lartë shtetërore të kryeministrit të Shqipërisë. Në fakt, është në pritje të ardhjes së tij për shkak se edhe ekipi shoqërues i zotit Berisha kanë mbërritur pranë prokurorisë së posaçme dhe për pak minuta ai do të jetë pjesë e prokurorisë dhe ku do të futet nga dera ku është futur si në kohën kur ka qenë për detyrim paraqitje pra të njëjti ambient dhe do të merret në pyetje nga oficerët e Byros Kombëtar të Hetimit me kërkesë edhe të prokurorit të çështjes Alfred Shehu. Në fakt, e gjithë ngjarja ka ndodhur pikërisht sapo ka mbërritur dhe makina e zotit Berisha, ndodhet pikërisht automjeti T-Benz që shoqëron zotin Berisha, ndërkohë që duhet shikojmë nëse është me avokatin e tij Genci Çokude, do kemi pak mundësi të marrim edhe planet të drejt për drejta me anë të operatorit Emiliano Hysa. Është ky momenti ku zoti Berisha ka ardhur dhe tashmë po del nga automjeti i tij, është me një dosje në dorë dhe siç shikohet edhe në këto pamje të drejt për drejta, zoti Berisha tashmë po afrohet pranë prokurorisë posaçme. Është i vetëm, nuk është me avokat mbrojtës, është vetëm zoti Berisha i cili në dorë mban një dosje ku sigurisht do t'japi deklarimet e tij si person që ka dieni për ngjarjen e 20 janarit. Në atë kohë ai mbante detyrën e lartë, siç e thashë edhe Fiber, ka qenë kryeministër i Shqipërisë dhe sigurisht në vazhdim e kësaj detyre që ai mbante, do t'japi edhe ai deklarimet e tij. Ka qenë një ftesë e prokurorisë së posaçme 2 herë në fakt. Lili me datën 3 dhe me datën 7 në 3 adresa banimi, pak në 3 adresa ku qëndron zoti Berisha, në parlament, në rrugën Mustafa Matohiti dhe në ambientin tjetër të selisë së Partisë Demokratike, por zoti Berisha nuk është përgjigjur këtyre 3 ftesave dhe të hënën kur ai ishte për të firmosur detyrimin e paraqitjes, u vënë në dieni se do të ka një fletëthirrje për të premten për të marrë një deklarim. Në fakt, duke qenë se ka një agent të ngjeshur, për shkak se është edhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë, është negociuar me avokatin Genci Çokutaj që marrja e tij në pyetje të bëhet pikërisht ditën e sotme në orën 9, aty ku tashmë e ka zbatuar kërkesën e SPAK për t'u marrë në pyetje. Pikërisht tashmë fillon dhe zyrtarisht marrja në pyetje e zotit Berisha.